Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira. Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lëvdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërrozër, do të vazhdojmë dhe sot me lejnë Allah të mënduar me librin Riyadus Salihin. Në takimin e kaluar, në takimin e fundit kemi përfunduar, alhamdulillah, kapitullin e sabrit. Në ka marrë disa takime, nga se autori në këtë kapitull ka përmend shumë hadithe që flasin për rëndësinë e sabrit dhe gjithashtu përfshirjen e sabrit në të gjitha aspektet e jetës së besimtarit. Pas këtij kapitulli, autori fillon me një kapitull të ri, që është nga kapitullet e rëndësishëm për formimin dhe përmirësimin e besimtarit. Kemi thënë se këta kapitull që i ka përmbledh autori në këtë libër janë në një aspekt edhe kapitull që përbëjnë bazët e fesë dhe themelet e ndërtimit të një besimtari. Në mbi këto baza duhet më ndërtu një besimtar. Janë tema boshte, janë tema domthonë qendrore në jetën e besimtarit. Sikur që kemi marrë sinqeritetin, pastaj me radhë kapitullit deri tek durimi. Kapitulli sot që do të fillojmë inshallah e do të lexojmë pastaj me radhë hadithe të këtij kapitulli është autori thotë babu sidq. Kapitulli që i ka të bëjë me sidqun. Sidqu është vërtetësi. Domethënë që njeri me qenë i vërtet. Çka nuk kupton që me qenë i vërtet. Do të sqaron autori përpara se me sqaru flet për rëndësinë e kësaj vlere, këtij adhurimi të rëndësishëm në raport me Allahun te barekuhu te ala. Andaj thotë as-sidqu dalilul imani wa libasu. Sidqu është tregues i imanit dhe është petku i tij. Do na që e mbulon imanin, ajo që domon e zbukuron imanin është sidqu, çka vërtetësia. Thotë në esencë është edhe shpirti i imanit, ajo që jep gjallëri imanit, lëvizje imanit është sidqu. Sikur që thotë e kundërta e sidqut, gënjeshtra, është domethënë rruga drejt kufrit, mosbesimit. Se njëri gënjen dhe në esencë mohon pastaj. Për shkak se njëri me mohu nuk ka argumente. Mohimi i Allahut nuk ka argumente. Por mohimi i Allahut ka manipulime, ka mashtrime, ka gënjeshtra. Po nuk ka të vërteta. E vërteta është tek besimi në Allahun te barekuhu te ala. Andaj thotë lumturia e njeriut dhe suksesi i tij sillen rreth këtij adhurimi. Ashtu sikur që dështimi i njeriut dhe zhvillimi i tij sillet rreth gënjeshtrës dhe mohimit. E pas që flet për rëndësinë e sidqut me pak fjalë, tash kalon tek definimi i sidqut. Autori më tepër bën një definim gjuhësor të sidqut, saqë bën një definim, domethënë, terminologjik. Andaj thotë sidqu është që, domethënë, e brendshmeja të jetë në përputhje me të jashtmen. Mund të jesh një. Ato që e beson mrena me të vërtet me dëshmu me gjuhë dhe me gjymtyr, mos me pas shpërputhje. Për shkak se njeriu ka mundësi mrena në zemrën e tij me pas për shembull ndonjë mohim, ndonjë dyshim, ndërsa shprehet se është besimtar, shprehet se është njeri i mirë. Mund të ketë mrena qëllime të këqija, ndërsa shprehet si qëllim mirë. Kjo shpërputhje mes të jashtëmës e të brendshmës është një lloj gënjeshtre. Ndërsa përputhja mes të jashtëmës dhe të brendshmës është sidq. Njeri është i vërtet, domthonë i vërtet është për shkak se ato që e ka mrena e shpreh edhe jashtë. Ajo që është jashtë është në përputhje me atë që është mrena. Kjo është sidqu.
Ndërsa në aspektin pak më, që të them, terminologjik, në aspektin pak më fetar, sidku është, domethënë, një plotësim i ikhlasit. Kemi marrë ikhlasin atë që kemi thonë sinqeriteti. Besimtari me qenë i sinqert. Veprat e për hir të Allahut te bareku teala. Prandaj, çka është sinqeriteti? Sinqeriteti është njëshmëria e të kërkuarit. Ato që e kërkon ti, kënaqësinë e ti që e kërkon ti është një. Do i thonë tauhidul matlub. Ato që ti e kërkon, ato që ti e synon është një, synon shumë. Çka kërkon ti si besimtar? Veç Allahun azza wa jall. Ti kërkon veç kënaqësinë e Allahut. Ti kërkon veç shpërblimin e Allahut. Nuk kërkon nga njerëzit kurrë. Që kjo është i sinqert është i sinqert, domthon ka ikhlas, domthon e kërkon vetëm Allahun te bareku teala. Dhe sidku çka është njëshmëria e kërkesës. Një kërkesë ka. Një kërkesë ka. Kërkesa e tij cila është? Kërkesa e tij është, domthonjë që të jetë në përputhje besimi i tij me veprat e tij, me fjalët e tij, sidku talab. Në ato që besimtari domthonjë synon është që të jetë unik, të jetë një ngjyrë, sikur se Allahu thotë sibghat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibgha. Ngjyrën e Allahut. Një ngjyrë që Allahu ua jep besimtarën besimin e tyre, e kush ngjyros, në kush të zbukuron më mirë se Allahu te bareku teala. Jo me qenë njëri laraman me shumë ngjyra, më pas një ngjyrë. Andaj një ngjyrë, një trajt, një kërkesë që shpërfaq domthon përputhjen mes të brendshmës dhe të jashtës, ç'kjo është sidku. Ç'kjo është sidku. E sidku ta domthon është disa lloje. Sidku mas pari me Allahun te bareku teala. Që njëri të jetë me Allahun te bareku teala, on i vërtet në deklarimet e tij, duke filluar nga besimi. Nëse është ke besuar në Allahun azza wa jall, on do të më koni i vërtet. E i vërtet me Allahun pastaj ka shumë kuptime. Çka ne kupton i vërtet me Allahun te bareku teala? I vërtet në nënshtrim. Nëse thuash se Allahu është Zoti jam, atëra nëse i vërtet në këtë deklarim ti i përulesh Allahut, i nërësuash Allahut. Vërtetësia në pendim. Pendohet tek Allahu te bareku, pendohet me vërtetësi. S'ka hile, s'ka mashtrime, s'ka interesa anësore, po kërkesa e tij e vetme është që Allahu t'ia falë gjunat. Andaj është i vërtetë. Vërtetësia me Allahun azza wa jall në pohimet e tij në raport me Allahun. Për shembull, se Allah është i drejtë, se Allah është i urtë, apo se Allahu nuk i bën askujt pa drejtë. Pra kur Allahu e sprovon, besimtari nuk zhgënjet, nuk mendon keq për Allahun te bareku teala. Dhe Allahu azza wa jall në Kur'an kur flet për sprovën thotë: "Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu." Allahu gjithsesi përmes sprovave ka më qitë në shesh kë të vërtetit, por edhe ka më qitë në shesh gënjeshtarët. Besimtari kur sprovohet, e din se është caktimi i Allahut. E din se kjo është hajër për ta. E din se Allahu nuk i bën padrejti. Që kjo qasje e tij karshi sprovës me këtë vërtetësi tregon se është i vërtet. Atë që ka besuar tash edhe po e dëshmon praktikisht në vepër. Pastaj shpjegimet e gjata që do të trajtohen përmes haditheve, pastaj mos e zgjasash në këtë hyrje, që kanë të bëjnë me sidkun, domthonë kanë të bëjnë me vërtetësinë e besimtarit në raport me Zotin e tij. Pastaj vërtetësia e besimtarit me vetveten e tij, me vetveten e tij, mos më kon ai që domthonë e mashtron veten e tij. Çysh e mashtron njëri veten e tij? Për shembull, sjell arsyetime të paqëndrueshme. Ai vetë e din se janë çashtu. Për shembull, po një punë e lën një obligim, Allah thotë nuk po kam kohë. Ai e din vetë që ka kohë me dashur. Allah nuk po mundna me kry këtë punë. Ai e din vetë që mundet atë. Nuk është i vërtetë. Me vetën e tij, bënu i vërtet me vetën tonë. Ti e din që mundesh me bëj këtë punë. Ose për shembull, çështje tjera për shembull me haram me lënë ndonjë ndares, nuk mund me lënë atë. Ai din që mund me lënë. E si dhe arsye, për shembull ndryshme që pse s'mundet me lënë, gjitha këto arsye janë të paqëndrueshme, nuk janë të vërteta.
Prandaj nuk është i vërtetë, nuk e flet vërtetën. Vërtetësia me njerëzit, kur flet të vërtetën. Kur premton, mund premtimin e tij. Kur merr mbi supë përgjegjësi e çon vend përgjegjësinë. E shumë forma të tjera të manifestimit të vërtetësisë në jetën e besimtarit. Dhe për gjitha këto kuptime që i përmenda, do të kemi hadithe që flasin për këtë çështje, që tregojnë, domethënë, si manifestohet dhe si ndërtohet vërtetësia në jetën e besimtarit. Para se me kalu të hadithet, sikur që edhe është zakoni i autorit Allahu mëshiroft, e dini që të përmend fillimisht disa ajete. Mas pari si ajete nga Kurani, e pastaj vazhdon tutje me hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Në këtë hyrje të këtij kapitulli të madh, autori ka përmend 3 ajete. Ajeti i parë është ajeti në surën Tauba, ajeti 111. Allahu te bareke ve teala, ajeti 119. Allahu xhalla wala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju që keni besuar, keni frikë Zotin. Të më thonë, ruajuni nga dënimi Allahut, ruajuni nga hidrimi Allahut azza wa jall, dhe bëhuni me ata që janë të vërtet. Bëhuni me ata që janë të vërtet. Në më shkaj vjen bëhuni me ata që janë të vërtet, bëhuni si ata, rrini në shoqin e tyne, të keni shembull ata që kanë qenë të vërtet. E kjo jetë ka zbrit të ndërlozër pas disa ajeteve që kanë të vëmë një rrëfim interesant që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Hadithi është i njohur, e kemi shpjeguar edhe këtu disa herë, në rasti i Ka'b ibn Malik me 2 shokët e tij kur nuk kanë shkuar në luftën e Tebukut. Në pejgamberi ka ftuar njerëzit të mobilizohen për të shkuar në Tebuk. Tebuku një vend, domthonë qindra kilometra larg Medinës, afër 800 kilometra larg Medinës, në atë kohë me shku me deve ose në këmbë, në vapë të madhe, ka qenë pikërisht në këtë muaj, në muajin gusht, i ka rënë me muajin tonë, vapë e madhe, hatashëm, dhe normal janë përgjigj shokët e pejgamberit. Nuk janë përgjigj hipokritët, mashtruesit, gënjeshtarët, kanë sjellë arsyetime të ndryshme tek pejgamberi që janë të vërteta. Nga se hipokriti nuk është i vërtet. Ai diçka mshef brenda, diçka shpreh jashtë. Ka një Rasul jam smut, e kam këto kështu, e kam përmend arsyetime që këtë kanë qenë të paqëndrueshme. E Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala nuk ka shkuar me pejgamberin sa. Po jo që ka qenë mashtrues larg asaj, jo që ka gënjy, por e ka neglizhuar thirrjen, ka vakt, unë po rri që to kalë kam shpejt, jam kalars, i nxo ata sa dush, në Korneli lën punë në zgjo. Edhe pastaj hajt pënisnë edhe kur ka pa që karavanëve që ka shku larg, nuk është rani me i nxon mo, ka mbet Medinë. Kur është kthy pejgamberi alayhi salatu wasallam, don ka qenë i hidhur ndaj atyre që nuk kanë përgjigj. E kanë njerëz tash me u arsyetu. Ka thonë unë e dua Allahu çështë kum pas, vallahi billahi kum dash po se kum pas, kanë gënjur ata. Ata janë hipokrit. Munafika kanë qenë ata, dyftyrshë. Nëse Ka'b ibn Malik ka vallahi sraj kur apo. Nëse rrai pejgamberin që i them Allahu azza wa jall, a çka vërtetësia? Çka i them Allahu azza wa jall? Ka orgoni Rasulullah, kur më i fortë shumë kon. Kur punë më mirë si kum pas se që tash më të përgjigj. Mirë po çështot, neglizhencë e kështu me radhë. E ka thonë Allahu pejgamberit e son, donë që ju pritni pak. Donë për juve duhet me prit deri sa të vjen gjykimi i Allahut se çka më bëu me juve. 50 ditë i kanë bojkotuar në Medinë. Si ka fol kush, si ka jap selam, s'ka net me ta. 50 ditë një masë disiplinore, edukative për këtë shkelje që kanë bërë. Edhe kanë nejtë vërtet, asë se kanë lëkun, qërpikun për këtë punë, në kuptimin e hamendjes, a më nejtë me pejgamberin a me dalë nga Medineja. Ju ka dhimë shumë, ka qenë vështirë kjo situatë, ama ka qenë të vërtet në pohimin tyne. E Allahu pastaj u ka pranu pendimin. Kanë zbrit ajete që Allahu ja ka pranu pendimin. Edhe masë që Allahu përmenë se u ka pranu pendimin, përmenë këta jetë, bëhuni me të vërtetit, si kur se Ka'b ibn Malik. Ke gabu, ke bëllë shumë caktum, pranaj i burë.
Mos sjell arsëtime të paqëndrueshme. Mos mashtro, mos gënje. Kë po e gënjen? Allahu te vërton, a e din shumë mirë pse e ki? Për shembull këtë vepër, pse ke ra këto? Pse s'ke shku? Pse ke shku? A e din? Ma ne shikon mos ti rasti kaq më rëndësi, ka ardhiti u kunu ma as-sadiqin. Bëhuni me të vërtetë. Në çka i bën bëhuni me ta? Shoqënoni me të vërtetë, jo me gënjeshtart. Pastaj ndjekni hapat e njerëzve që kanë qenë, domethënë të pajisur me këtë vërtetësi. E kanë folë të vërtetën vazhdimisht. Kanë besuar të vërtetën dhe e kanë shpreh me gjuhë dhe e kanë dëshmuar me veprat e tyre. Gjithashtu të ndërrozër Allahu Azza wa Jall përmend në Kur'an një varg cilësish të besimtarëve. Kush janë besimtarët? Në surën Al-Ahzab në ajetin 35 Allahu te barë përmend cilësitë e besimtarëve dhe të besimtarëve. Kush janë besimtarët? Ndërta thot os-sadiqina os-sadiqat. Ata që janë të vërtetë e ato që janë të vërteta. Do në burra dhe gra, besimtarë dhe besimtare që do të qëndrojnë stabil në të vërtetën, nuk lëkunden, në brendin e tyre dhe në të jashtën e tyre. Të ndërëzër, që kjo është të vërteta, që është të besimtari. Andaj Islami në mëson që besimin të kemi me vërtetësi, jo me interes. Kështu sot për shkakun çka po na ndodh. Po njerëz deklarohen fetar kënse kanë pranuar një fe të caktuar me këtë radhë, ndërsa shihet çka ka pastaj ato. Tendenca për përçarje, tendenca për më futur rrethje, tendenca për bu kaos e kështu me radhë. Kush po të nal me pas objekt fetar, ama ku je ti? Jo ku s'ka kurkush ato. Ana musliman me libën boni xhami dikon ku asnjë musliman s'është. A lib njerëz kështu? Se lib valla kur. Se s'është kërkesë e vërtetë. Pse vjen xhamia? Po më fal njerëz. Pse vjen kisha? Po më shku njerëz, ato njerëzit. E ku s'ka njerëz, çka vjen objekti? S'vjen valla. Për shkak se domon realisht nuk ka njerëz. E nëse domethën kërkohet atëra ngritën pikpyetje, çka po duhet vëlla këtu? Pse bashkë tu ka tek që tu më e mua ato? Andaj besimi nuk ka mundësi që të jetë politik këtë vëllazër. S'ka mundësi. Besimi nuk është interes personal. Besimi nuk është fushat elektorale. Po më vijnë do vota e tash vijnë xhamia. Besimi s'është kështu. Nuk qëndron kështu besimi. Çka Allah thotë os-sadiqina os-sadiqat. Ata që janë të vërtetë. Fitaj, sfitaj, hupi, së më rëndësikja. Më rëndësirë se që kjo është e vërtetë, onë i besojnë ta. Dhe jam në gjeni me pagu qmimin e kësaj me qka të koftë. E që të janë të vërtetë. Ama njeri që për shambull në rast në parë qipet për një interes saktum, e lënë besimin, më hanë familjen, më hanë prejardhjen, për interes të vetën, kjo shfarë për të cije kokë? Kjo është gënjeshtëm, kjo është mashtrim. Andaj, Allah në mëson që t'jemi. Andaj të jemi të vërtetë. Andaj edhe çdo pohem për shembull se dikush mundet me anë xhami, ose mundet për shembull me u fal, ose mundet për shembull me mbulu për interes caktuar material, nuk qëndron. Nga se s'pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Ai katë bën këtë punë. Katë. Ne i themi kështu. Publikisht i themi, ai që falet domthon për me e pa njerëzit e kanë mësuar te kapitulli i sinqeritet, nuk pranohet. Ai që thotë jam besimtar, jam musliman, por ka shpërputhje mes fjalëve dhe veprave të tij. Problemi është kjo punë. Bëhu i vërtet bashka mes fjalëve dhe gjesteve dhe veprave dhe edukatës dhe besimit të bashka me saj. Për shkak se këtu çështo funksionojnë. E po jo me kon të ndara, diçka beson, diçka flet, diçka nuk ka rregull. Andaj këtu ajeti Allah i ka thënë treguese kush janë besimtarët, ata që flasin të vërtetën, e flasin në çdo situatë, edhe kur është në interesin e tyre, por edhe kur nuk është në interesin e tyre. Nuk është në interesin tonë, në kuptim se njerëz, nuk na bën hajër, na flasim. Flasim, nuk bën, nuk ka rregull, apo. Prandaj të ndërlozë, shikoni për shembull kur ka raste ku ndonjë musliman e bën një vepër që nuk është e hijshme.
nuk është përputhje me Islamin. Për shembull, e vran dikon, flet keq, kërcënon dikon, çka themi ne? Kjo s'është për Islamit. Po ti muslimanin pe akuzoj se pe e lyp. Apo, edhe nuk më shefëm. Po e vëshon doli një shanje, thrasin me vra muslimane, përna me vra edhe muftin lyp kënjon një ditë, përmena. Kjo çmenduri, kjo sinqer kjo çmenduri. Çmenduri e rrezikshme të njerëzve të kush e di çfarë qëllimeve, po. Edhe nuk dalin me thonë, ata që ne më në fejës tyne po fletë, me thonë që ja, kjo s'është feja jonë. Feja jonë s'na mësën kështu. Dilë burë thuj se s'është me fejën tonë kjo. A një të vërtet që, domthonë, feja është e paqese, du me pas bashkjetese, du me pas, a një të vërtet, dilë dëshmaje, dilë kalzo pra. Për nuk është kjo regullë kështu të nëzër. Na këna thonë e flasëm, edhe kër është pra neve, edhe kër është kundër neve. S'pe ish punë. E se që kështu në mësën Islami, me folë të vërtetën. Andaj, Allahu Gjalluar për mëse besimtarë kush janë? O sadikine, o sadikat. Besimtarë janë ata që janë të vërtet, nuk lkundin nga vërteta. Për çfarë do çmimi? E flasin të vërtetën. Dhe, gjithashtu, Allahu të barë në surë Muhammed, në ajetin 21, fletë për rastin e një grupi hipokritësh. Shkërimi së shpesh Kurani i godet hipokritët, munafikat, dyftyrshat, ata që diçka besojnë e kri diçka thojnë apo. Të urren nga mrena e thot shumë po du. Apo, kjo mashtrimër, kjo gënjeshtër. Wallahi me padon une, me padon rastë une, pa një që kësha bone për shumë, për sens kështë boj, se vjen rastë e zban. Andaj, Allahu fletë për një grupë njerëzë që kanë thonë, ti kësha pas do pare, që shtu e kësha bo. Ju ka abzotit s'kam bu kërgjë. Une, veç më së bo luft, se keni me pa që bojën e bërë. E ka së përvu Allahu me dalë, kanë rajtë, së që ndalë, apëtën. Andaj, këta e në mashtruus, e zbanë me kushtë besimtarë. Besimtari ka, fjalë, ka besim, ka pohime, ka vepra të vërteta. Kur thot i përmbahet fjalës, i përmbahet pohimit, i përmbahet premtimit. Ande Allah thot për ta, falau sadaqullaha lakana khayran lahum. Sikur të kishte me qenë të vërtetë me Allahun, do të ishte për ta më e dobishme. Domthon, kur kanë thonë se nëse Allahu obligon diçka, na të patë ka me zbatu. Nëse vjen kjo situatë, të patë ka me konë. Kënë për dhe me mashtru? Allahun të barë tala, nuk mund është Allah. Të ndërozër, dunja është e tilë. Mashtru si ka mundësi bëhet të kënjerëzit a burri mirë. I vërtetit të kënjerëzit bëhet i refuzumë. Dunja është e tilë. Ka mundësi, ndrojnë situatat, përmbysën vlerat, shtypet e vërteta, promovohet gënjeshtra, ka mundësi. Shkërën sot përshamë në për mediat, ka njere, disa nga mediat tona, apo që ja bujnë argatin kogja mirë gënjeshtrës. Ama kogja mirë ja bujnë argatin gënjeshtrës, apo. Dhe më në kështë mënyrë shumë stilistike, shumë profesionale, dojnë që një pa vërtet tjetë e përnuar në popull. Në regu, sot dhe kini pushtet, e kini mundësi, atë shkën gjitha? E të ka lau kërdorim që ka ndodhë. Ama njërë këtë se bujnë mentë, rëzër. Ani, se banë menti, po ka me ndodhë. Vdekja është në pritet të gjithve, dalja për Allahut para gjithve. I pret gjithë, qëka i thushë Allahut atë gjithë? Allahut të vartëra, përmenë se njeriu në ditë në gjykimit, ka me tentu edhe në ditë para mëna, Allahun me gënjy. Edhe në ditë, para nësa është njeri, di me konë perfekt dhe më fani edhe i poshtër. Para Zotit të varë, ditë në gjykimit, s'ka mo, u kry. E Allahu të thotë, el jaume nakhtimu ala afwahihim, sot u ambyllim gojen, e tash më qene gojen. E qka flet? Flasin durët, flasin këmbët. Dhe u i do kjo absurde, mu në mortale, problemi ti ke punë forës mërzit në për këtë qështje. Na besojmë se kjo është e vërtet. Na besojmë se i gjithfuqishme që ja ka qilë njërë një goj me folë, ja qilë e dorë me folë.
Allahu azhjal nuk është i kufizuar në veprat e tij, apo ka mundësi Allahu më mundsu njerit me fol me çka do koft. Dëshmi, me dëshmu koma e tij, me dëshmu dora e tij. Atë që po tenton me mbyll, me mshef goja e tij apo. Ai mendon që ditën e gjykimit është sigurisht në dunjë. Qysh ka mashtru këtu, ka gënjy këtu, ka pagu këtu, ja tek Allahu shkon ashtu. Jo vallahi nuk shkon. Jo vallahi. Ata që janë të pavërtet, ata që kanë gënjy, ata që kanë mashtru, kanë me pagu shtrejt një ditë. Edhe në dunjë kanë me pagu. Edhe në dunjë kanë me pagu. Kanë mu demaskua, kanë mu poshnua. Hiç mos ke ligale. Mirë po që e pret në heret. Allah është shumë më vështirë, shumë më vështirë. Mirë për gënjeshtarët tek Allahu te barekote. Mirë për mashtruesit ditën e gjykimit. Ja Allah thot, falau sadakullah. Sikur të kishin qenë me Allahun vërtet, me Allahun të kishin pas për një me, kështë me qenë për ta më e dobishme. Edhe për dunjën e tyre më e dobishme, por edhe për ahiretin e tyre më e dobishme. Gjithmonë të domosdoshmë vërtetësia është, domthonë shpëtim. Vërtetësia është shpëtim. Do të përfundojmë një rast interesant për një rasteve të shumta që flasim për, domethënë, vlerën e vërtetësisë edhe çfarë ndikimi ka mundësi me bu e vërteta tek njerëzit. E gënjeshtër atë nëzër, që e popullon që ka thot, i ka kom të shkurta, së shkon largë, me njerë demaskohet. Shkurt i kaja, nga mpa, konzinitës, ku kime shkuat? Gënjeshta nuk e qenë gatë, nëzër. I kanë gënju njerëzit 50 vjetë, feja është mashtrim, opio, me kështë më radhë, shkaja e, u harru e sistem, u harru, jenë me të është do pijunat sistemit, po tentojnë prapë me rikëthy në forma, pa e dështu më është e Allah, cëftina nuk në gjallat cëftina, aja ka ngordh, ka shku, apo, sikur se gjitha të pavërteta që kanë me ngordh, nuk rrinë atë, aja që ka i bënë dëm njerëzve nuk rrinë tukë, e hjekë Allahu Azogjel. Herën një kodë caktu me sfruf për njerëzit, normal, do njerëzit e tilë, pas rrinë gata ja, nuk ka mund si demaskohet, njerëzit e marrë i vesh mashtrusin, e marrë i vesh tratharin, e marrë i vesh gënjeshtarin, mirët vesh e, gjithë mund. Andaj, thuhet për Abdul Qadir Gjejlanin, rahimullah, ka qenë nga djetarë, ka qenë nga njerëzit devat shumë, nga njësit e Allahut Azogjel, e thuhet kërë ku një vogël, është njësë për në Bagdad, me mësu. Bagdadi ka qenë të qendër e dijes, a i ka qenë pak më largë, edhe nona e ti e ka mu gati djallin. E për para ka nëtu njerëz me karavana, të ndërëzër, se dëmanë udhëtimi vetë ka qenë rrezikshëm, shketinës e vetë, në karavanë të rektartë, kanë qenë 10 njerëzit, ka mund më konë 100 njerëz, e ka qenë udhëtimi më i sigurt. Edhe këta nona ka mu gati, edhe e ka dorëzuar në një karavanë që ka shku për Bagdad. I ka thonë që birë jam, po nisësh me kërku dije. Po nisësh më bo, bardë si dijes, kime folë për Zotin nesër, e kështë më radhë, një sen të thëtë nona, një jeton në kur mos raj. Shka që falë më shile, kur mos raj. Qka do koftë? Falët vërtetën. Ti gjalliri u kon, i vogël u kon, shumë i vogël u kon. Nona e kep një kese me pare, qatë se ka pasë, me ju gjitë rrugës, me ju gjitë e te kur shkon, edhe ka ndodhë që karavani me sulmu kriminalet, ka pas cuba të rrugës për para, ka pas cuba të kanë për para, ata kanë dalë me një vend caktuar ku s'ka pas banim, s'ka pas njerëz, edhe kanë sulmu karavanin, e kanë rrëthu, kanë qenë mafioz, kriminal, kanë plaçkit karavanin. Kur kanë ardhur te ky djali vogël, kur spret për ti me pas paraj, apo spret, e ti sa pare i ki, a i ka thonë sa i ka. Ata habitën, pëse po ka thonë sa pare i ki, ti me pa thonë s'kam pare të shumë besura. A më kuptan? Thotë, jo se, nuk gënjej. I më duke interesant, e marrë e qënë të i pare atje. A i kryje mafiozi. E i thotë, të djallë, ku e njësë? Thotë, që më njësë që është në Bagdad me kërku dije. Thotë, pse kalëzove që i ki pare që i kaqë? Thotë, pare drynë atje. Në atë shumë besu, me thonë që s'ki, ose me thonë për shambull, a i me thonë i ka 1.000 euro.
ka mund të kom 100 euro, 100 euro ti morën, apo, se fëmija ja, kur kush nuk prat për ti ma shumë. Atë jo, Allah, thëtë se, nona me kap amanet, mos me rajt, ja ku më donë fjallën që kur së raj, edhe së rajt, apo. Ja ku më donë nonës fjallën që së raj, apo. Edhe preket shumë ai krye mafiozi, preket shumë, thëtë, këtë gjallë nonë që kap për në timin, edhe së ranë. Unë Allah, ti kom hundë besojnë Allahun e po raj, e po vjedhja, po. Atë ktheu njerëz dhe këtë parat, e këtë qaka dhe mu me lele Allah të konë zvjedhe, po. U pëndu, ndorë si ideale, po. Që ka vërtetësia të nëzë, sa si edhe khajra, po. Si edhe khajra, po. Falet vërtetën, mos mashtra. Nështë asot kushton pak, nështë asot kufizohesh pak, normal, se njerëzve i vjen ka pak vështire vërteta. Ama nesër kam me të livdu, nesër kam me dasht, punë e madhe për njerëz. Dënë Allahu Azogjel, edhe ajtë shpërblenë që kjo është më rëndësishme të nëzë, që kjo është më rëndësishme. Andaj, vërtetësia është shpëtim, si kur që tha Imam Newawi fillim. Prandaj, këtë rast, të thjesht, se rasti ka për mali vërtet rast, halama i pasun, që Allahu ka dëshmu se ju ka shpëtu vërtetësia veç. Prandaj, njeri kur është i vërtet në besim, në fjalë, me Allahun është i vërtet, me vetveten është i vërtet, mos e gënje vetveten. Banu i vërtet e i sinqer me vetveten. Edhe mos i gënje njerëzit, folet vërtetën, sado që të çmimi, Allahu ta kompenzon edhe Allahu të ngritë në dunjë në ahiret. Prandaj të vëllezër, ky është kapitulli që për të do të lasim, shumë i rëndësishëm, shumë i dobishëm. Tash autori ka me e trajtuar këtë kapitull me hadithe ndryshme, që e ka trajtuar pejgamberi alayhis salatu wasallam për me ndërtu dal nga dal sidkun, këtë vërtet të lartë në zemër të besimtarit fillimisht, e pastaj edhe në gjuhën dhe në gjymtyrët e tij. Allahu na bëft vërtet, që ndjekin të vërtetën, e besojnë të vërtetën, dhe e flasin e veprojnë në bazë të asaj të vërtete. Allahu na ruaj nga gënjeshtrat e nga sherrri i gënjeshtarëve. Allahu na ruaj nga mashtrimi e sherrri i mashtruesve. Allahu na ruaj nga hipokrizia e dyftyrësia e sherrri i dyftyrshave. E gjithë ato që janë dashakeq e nuk janë qëllim mirë. Me kaq për këtë pjesë, Allah është përbleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.